Kryeministri Edi Rama ka vijuar t'i kundërpërgjigjet opozitës me një video të animuar që ka shpërndarë në rrjetet sociale. Në këtë video figurat e njohura të opozitës si Sali Berisha, Adratik Lapaj dhe Lulzim Basha janë paraqitur në një bisedë. Në këtë animacion Rama e portretizon Lapajn si një politikan të ri, por që ende mbetet i lidhur me të kaluarën dhe nuk përfaqëson një ndryshim të vërtet. Berisha shfaqet si një udhëzues që jep këshilla për veprimet e ardhshme të opozitës në kuadër të zgjedhjeve të 11 majit, ndërsa nga ana tjetër Basha i bën thirrje Lapajt të bëhet Euroatlantik, ndërkohë që ai përsërit deklaratë të tij drejtuar Ramës ku thotë se 7/7 bëjnë 313. O Basha, i orbur, se sa kemi ngën edhe ty. Unë të fle, tani që fitoria po mbuzqesh, s'kam i gjumë. Zot ketë fitore për ty tradhtar. Fitoria do t'i buzqesh vetëm Lapaj. Po më dëgjoj mua. Lapaj me gënjen mendja, bashkë me ty, i Adriatik bëu Euroatlantik. Iko Basha, meru me Ramën që gënjen. Berisha është burr që e mban llafin. Bravo Lapaj, ti bëhesh. Tani rolin e ke ti. Do pagat, do çmimet, do i bësh Shqipërinë lule o lule. Shkëlqyeshëm dhe kur të pyesin nëse si ti risësh pagat, do të thuash do ja marri majdutve. E di atë. Nëse dikush thotë që ti punon për mua, do të thuash jam i ri. Jam i popullit, jo i politikës. Ashtu jam. Ti je një talent natyral djalosh. Gënjen dhe i beson edhe vet ato. Bravo. Shqipëria bëhet o teft. Atë e shohin më vonë, por tani përgatitu se po vjen ora e shfaqjes.